Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, falenderojmë Allahun, Zotin, krijuesin e botrave, mirësitë dhe bekimet e tij qofshin mbi dashurin e tij dhe dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si edhe me të gjithë ata besimtarë dhe ato besimtarë që ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. O Allahu Zot, nuk pretendojmë të kemi dije përveç sa asaj dije që ti na ke dhuruar, ti je i gjithditurit e ti je i urti. O Zot, na shto gjithmonë diturinë dhe urtësinë. O Allahu Zot, na dhuro dije dobishme, na mundëso vepra të mira, sa të jemi gjallë. O Allah, na furnizo me furnizim të pastër dhe halal. O Allahu Zot i gjithësisë, bëje çfarë mësojmë, argument, dëshmi dhe ndërmjetësim për ne ditën e Kiametit. Atë ditë që nuk bën dobi asgjë, vetëm se kush vjen para Zotit me zemër të pastër dhe me vepra të mira, qofshim ndër këta njerëz. Atëherë po filloj me pyetjet që janë këtu të depozituara, po ndërkohë nëse vëllezërit ose motrat kanë diçka, mund të çojnë pyetje, mund të ngrenë dorë, nuk ka asnjë lloj problemi. Kam një llogari rrjedhëse kryesisht rrogën dhe pagesa online dhe zakonisht banka një herë në vit jep një lloj interesit pa përfillshëm, siç është për 50 cent apo 1 apo 2 euro. Çfarë mund të bëjmë me këto para? Pra ka llogari që edhe pse janë rrjedhëse, vetë banka e ka rregull të tillë që këto para që qëllojnë, pra që jep banka në këtë lloj forme, i marrim dhe i çojmë për shembull për banjët e xhamiave, për pastrimin e xhamiave, u acilsojmë. Pra kur i dorëzojmë lekët, për shembull tek xhamia ose kur i fusim tek arka e xhamisë, e cilësojmë para kamate ose interes bankar, në mënyrë që kjo para mos shkojë për rrogë apo për gjëra që janë adhurime, po të shkojë për sektorin e pastrimeve. Ose çdo lloj sektori tjetër që është përfitim i përgjithshëm social. O zhëndëruar, kam 4 vajza, të gjitha s'man gjejnë llafen dhe bëjnë të kundërtën e asaj që unë ju them gjithmonë, por njëra prej tyre thot, ma prish shumë Terezin, më bërtet dhe më mallkon vazhdimisht, thot, vdeksh. Po unë e doj se vjen turp më shumë nga njerëzit. Çfarë mund të bëj se po më prishet Terezia? I themi ne nga anët tona ka ikur vapa me gushtin. Ky muhabet e kjo punë ka dash bërë qysh në fillim. Ka ardhur dikush tek Omer ibn Khattabi dhe është anku për fëmijën e vet. I ka thonë Omeri radhiyallahu anhu, a e ke mësuar namazin? Ka thonë jo. A e ke mësuar Kur'an? Ka thonë jo. A e ke çuar në xhami? Ka thonë jo. Atëherë ka thonë Omeri, vuaj pasojat. Se ne jemi mësuar për shembull themi që fëmia ndaj prindit, po prindi ndaj fëmisë. Fatkeqësisht jemi në një kohë që, domethënë, halli i madh i prindit me fëmijën është ta ushqejë, ti siguroj shkollën, ku dëgjon etj. Ndërkohë që edukimi fetar ka hyrë në plan të 4, në plan të 5, në plan të 6. Tu japi shembull shumë thjesht. Dy standardizimin ton në raport me fëmijët tanë. Nëse fëmia jon një ditë thot nuk do ikim shkollë, s'do me ikë në kopësht, çfarë no? Ne si prind do të kënaqemi dhe do të themi e drejta e fëmijës të zgjedhë dhe të bëj për jetën çfarë të doj? Fëmija s'do të shohet për gjumit mëngjes që të shkojnë në shkollë. Gjithë shtëpia
më të mëdhej, më të vegjël, me pleqe dhe me plaka, angazhohen në zgjimin, në çuarjen shkolle, orare, gjithashtu u bë vonë kështu më radhë. A ndodh kjo gjë për namazin e sabahut? Jo. Dy standarde. Dhe shumë herë na ndodh neve në jetën tonë familjare, edhe pse I themi vetes musliman dhe besimtar, që jemi të dyzuar në raportet me fëmijët tanë. A do të lejonim ne që fëmia jon, goca jon për shembull, të shkojnë në një aktivitet e paveshur mirë? Kurrë, jo. As ajo do ja lejon të vetes, po edhe ne si prindër do ja lejonim. Po për shamin, standard I dyzuar prap. Dhe sa momente kemi në jetën tonë në raport me fëmijët tanë me standarde të dyzuara, I kushtojmë rëndësi pjesës dynjas tek fëmia. T'jap një shembull tjetër, fëmia është në punë. Dhe s'çohet me shku në punë. Çfarë bëjmë ne si prindër? Bëjnë namin, pse? Se prishet kontrata dhe heqin prej pune. Ama pse ja heqin fëmijës emrin nga xheneti, pse s'fal namaz, nuk e kemi fort problem. Se Zoti fal, Zoti mëshiron, po është gjinof, është I vogël, e do të rritet e tjerë. Dhe kur rritet fëmia bosi puna këtyre gocave, që gjurë shkelma, kjo është e para. E dyta, me çfarë shofun gocat tuaja pas kanë energji të tepërta, urgjentisht martoj. Një fajz që mallkon prindin e vet, do thotë që vetëm I burr, po mundësisht tjetë nga majat e maleve që s'ka pa në herë qytet me sy, që ta bjerin Terezi, ose mundësisht nga një kontinent tjetër, sepse kështu është kur ke energji tepër, vetëm një martesë me I hu gardhi të bjerë në Terezi. Kështu që këto gocat tuaja pas kanë shumë halle, Zoti I udhëzoft. Jam e martuar prej 7 vitesh. Dhe gjithmonë I them burrit që dua të kem fëmijë. Mirë po ai refuzon dhe krijon sherrë dhe ushtron dhe dhunë fizike. Para një jave ja hapa prap këtë temë, më qelloi dhe më dëboi nga shtëpia. Kujdeset për gjithë fisin e vet, ndërsa mua edhe bukën që haj mazen me gojë. A më lejohet mua në këtë rast të kërkoj atij divorcin? Je vonë, je me vonesë shumë. 7 vjet I kërkon fëmijë. Dhe ai akoma je me vonesë, kap trenin se o të thik treni ty. Mirë që ai I ka ik avioni me gjithë autobusin, po me çfarë shofun edhe ty po t'ikën treni duke prit se kur do I mushet mendja burrit. Njeriu martohet për shumë arsye. Arsyeja kryesore se ne ecim në rrugën e pejgamberëve të Zotit. Dhe kështu njeriu plotësohet dhe adhuron më mirë Allahun. 1. 2. Krijimi I familjes është në Kur'an. 3. Njeriu do të ketë fëmijë. Sepse Allahu e ka krijuar njeriu të tillë. Allahu është ai I cili krijoi mes jush krushqin, vjerrin. Thot Zoti në Kur'an. Dhe ju ka dhënë Zoti fëmijë nipër dhe mbesa, e thot Kurani. Një burr që do me myll me kaq, e s'do me pas fëmijë, absolutisht në të gjitha shkollat juridike islame I lejohet femrës të kërkojë divorcin dhe unë do të thojsha sa më parë. Sa më parë. Edhe pse I thot ky vetes musliman, edhe pse I thot vetes besimtar, kjo nuk justifikon paudhësinë e tij dhe shthurjen e tij. E kam një amanet për vjerrës time të ta bëj këtë pyetje. Allahu turi ty edhe vjerrën tate. Amin.
A bën me hongër hudhra, se kam dëgju në YouTube, se në qofë se hanë hudhra, nuk hynë me lajket në shtëpi 7 ditë. Është rrenë, nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet që ku hahen hudhra nuk futen me lajket. Absolutisht nuk është e vërtet. Kështu që më shoj hudhrave, sa është dhe kohë dimri tani, edhe me fasule në dargët, sidomos, me vaj ullini, edhe vjen trupin të rezi. A mund të ndryshoj duaja kaderin? I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, lutja është adhurim. Pra ti kur lutesh për hallet e tua, Allahu ta shkruan sikur je duke adhuru. Për këtë arsye në Islam nuk lejohet të drejtosh lutjen, duan, pra lutjen krijesave. Iku e para. E dyta, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, "Ad-du'a'u yanfa'u lima nazala wa ma lam yanzil." Duaja bën dobi për atë që ka ndodh dhe për atë që s'ka ndodh akoma. 2. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, "La yaruddu al-qada illa ad-du'a." Nuk e kthen kaderin e Zotit mrapsh vetëm se duaja. Nga kjo, njeriu duhet lutet dhe duhet bëjë dua. Pse? Se Allahu e ka bërë duan kader të ri për të ndru dhe zëvendësu kaderin e vjetër. Kështu që s'ka dyshim që duaja është pjesë e kaderit. Po pse është përmend në këtë formë? Për të nxit besimtarët me bë sa më shumë dua, sepse duaja është vetëm një gjë për cilës nuk ka humbje. Ka sevap, ka shpërblim, merr atë që është premtuar, ose Zoti, sa është fuqia e duas tënde, largon prej teje një fatkeqësi ose një të keqësi që është shkruar për ty, po ti nuk e ke ditë. Për këtë arsye ka një hadith tjetër që thotë, duaja dhe fatkeqësia, thotë përplasen me njëra tjetrën. Dhe shkojnë për pjekëthi deri në ditë kiametit. Kështu që nuk ka si duaja, nuk ka si duaja. Kemi dëgjuar një hoxh që thotë që ato persona që falin farzin me xhamat në vende ndryshme të Qabes, duke u bashkuar xhamateve të ndara, jo duke u bashkuar safeve që fillojnë pas imamit e mrapa, dalin pa shpërblim të 100.000 namazeve duke u bazuar në hadithin, nuk ka namaz për atë që falet vetëm pas safit. E para gjë, mua nuk më pëlqejnë pyetjet, kam pyetur një hoxh ose kam dëgjuar një hoxh. Nëse ke pyet një hoxh, nëse ke dëgjuar një hoxh, mos më pyet mua. Se përderisa the hoxh, mbaroi historia. Kjo është e para gjë. Pra ne duhet të bëni përshtypje, bëje pyetjen ti nga vetja jote. Cili është gjykimi? Mos thuaj sepse kemi ngjuar hoxh. Një, e para kjo. E dyta, nuk më rezulton njeriu që ka dhënë këtë lloj fetvaje të jetë hoxh i thekur apo i pjekur. Sepse nuk e thot këtë fjalë askush. Safet në Qabe janë disa llojesh, ose në xhamit pejgamberit alayhi salatu wassalam. E para, nëse një saf nuk është plotësuar në rregull, safi i parë i xhamisë tonë nuk është plotësuar në rregull, ka i vënë dhe krijohet safi i dytë. Është në rregull safi i dytë? Është në rregull. Thjesht nuk është zbatuar një sunet. Po namazi i safi i dytë është në rregull apo jo? Është në rregull. Nëse safi i dytë plotësohet me 3 vende boshta, niset safi i tretë. Është në rregull namazi, është në rregull. Nëse safi 4 bosh fare dhe ato të tjerë të krijojnë saf 5 komplet, është në rregull namazi? Është në rregull. Nëse vjen dikush dhe lidhet ke dritarja aty, pas saf hiç, atë 2-3 veta lidhen aty, është në rregull namazi? Është në rregull namazi. Se çfarë është më e mira, se çfarë është suneti, kjo është tjetër mesele. E para. E dyta, safet e Qabes dhe safet e Medines kanë tolerancë në Islam. Nuk shifen si safet në gjithë
xhamiat e Islamit. Pse? Numri i madh i njerëzve. Dyshi. E treta, numri i safeve në Qabe, numrimin e ka shumë më ndryshe se sa numrimi i safeve në gjitha vendet e tjera. E katërta, renditja e safeve dhe lidhja e safeve do të thotë që të lidhen safet me njëna tjetrën pa një shkëputje të gjatë, dhe ka thonë Omer ibn Khattabi radhiyallahu ta'ala anhu, nëse safet lidhen me njëna tjetrën, e marrin shpërblimin e Qabes edhe nëse arrin në Sanaat Yemenit, po t'jenë safet e lidhur me njëna tjetrën dhe nuk është kusht të plotësuara të gjitha safet, domosdoshmërisht edhe patjetër. Kurse hadithi s'ka lidhje fare me temën. Çfarë thot hadithi? Nuk ka namaz për atë që falet i vetëm pas safit. Kurse këtu nuk bëhet fjalë për një person, gjithë Qabja është në vete edhe dikush është lidh tek këtu. Po edhe sikur të kishte ndodhur kjo puna kështu, cili është gjykimi sipas mëdhëbeve të Islamit? Ka një mendim, vetëm një mendim në mëdhëbet e Islamit që thotë po të falesh vetëm saf pa u lidh del pa namaz. Po mirë, po hadithi ka kuptim, nuk e merr vlerën e plot namazit, nuk e merr shpërblimin e plot namazit, nuk e merr shpërblimin e plot të xhamatit e tjerë, po edhe se del pa namaz. Pra është çështje që ka hapësirë interpretimit dhe nuk është çështje e pa interpretueshme. Argumenti se kështu duhet me bëj gjonat, përderisa këtu është përmend hadithi, duhet më pru një hadith tjetër me vërtetu fjalën time. Argumenti, një sahabi ka hyrë në xhami dhe e ka gjetë pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në ruku. Siç ka hyrë në xhami ka ra në ruku. Ka thonë Allahu Ekber në ruku, edhe ka hec. Derisa ka ardhur ke safi, mas ngritjes nga rukuja ose në sejdë ose në rekatin tjetër. Mas i jep selam pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pas një mrekulli nga Zoti. Cila është mrekullia që ka pas? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam namaz shifte edhe mrapa. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur lidhej namaz shifte edhe mrapa. Mrekulli prej Allahut xhel xhelalu. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush veproi ashtu shpar? Ai sahabiu tha unë. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, zadekallahu hirsan fala ta'ud ose fala ta'du. Allahu ta shtov vigjilencën, po mos e përsërit. Përkthimi tjetër, se ka dy lexime, fala ta'du, mos vrapo. Se ky çfarë boni, ra në ruku dhe e rasi vrapit. Po t'ishte namazi i tij pa vlefshëm, çfarë do i thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Kush është filani? Filani. Përsëritë rekatin se e lidh jashtë safit. Se dikush thotë vëlla, po ka hadith këtu. Po, ka hadith, po. Nuk është puna se ka hadith, puna është të dish si ti mbledhësh hadithet, si ti interpretojsh hadithet dhe si ti bashkojsh hadithet, sepse me kapi hadith, mirë e morëm këtë, po këtë hadithin tjetër ku ta çojmë? S'ka si lloj përgjigje për këtë hadithin tjetër, vetëm sa interpretimi i parë që ne i dham. A ka dobi apo është të gabuar ruajtja e kërthinjës së bebeve? Ruajtja e kërthinjës së bebeve është dy llojesh. Ruajtja e kërthinjës së bebeve si besytni dhe ruajtja e kërthinjës së bebeve në mënyrë shkencore dhe spitalore. Si? Tani, elhamdulillah, ka arrit shkenca që kur i pritet kërthinjësa fëmijës, e marrin kërthinjësën, e ruajnë në laborator, e fusin në bank, paguajnë 5.000 euro, në disa vende edhe më shumë, apo më pak, dhe në momentin që ky njeri ose një nga familjarët do të ketë një problematik në jetë, merren qeliza staminale dhe zhvillohen në qelizën ose në organin e dëmtuar. Deri këtu jemi okay, është shkencore, është dije, është mjekësi, jemi okay. Kemi dhe një metodik të vjetër që është metodika e besytnisë. Çka kanë bazë bon kohë të mëhershme?
Kur i pritej kërthiza fëmijës, merreshin dhe e thajshin në diell. Dhe kur i ruaj koka për herë të parë ose i qeteshin flokët për herë të parë, ja bashkojshin kërthizën edhe flokët, edhe ja ruajshin fëmijës aty për çfarë? Që t'ja lejnë ke jastiku, ose t'ja lejnë ke robot, ose kur t'ketë në udhtim t'ja fusin me vete ke çanta që ta kapi policia për trafikim organesh, edhe t'hiki fëmija në burg se ka morë trafikim organesh, ka morë kështu që quhet ke kërthiz të thatë në vete, elhamdulillah. Ej, Zoti mos na ka gjetë me këta njerëz për Zotin. Kur burri nuk të përgjigjet nga ana pasionante, pra duket gjithmonë i lodhur dhe asnjëherë ashtu siç don një femër burrin, mashkullin e vet. Besoj thotë se nuk është mëkat nëse një person tjetër ja plotson këtë mungesë të burrit. Jo valla, është mëkat edhe i madh biles. Nëse burri nuk plotson këtë pjesë të rëndësishme të jetës bashkëshortore, ti ke dy zgjidhje, s'ka të tretë. Vetëm dy zgjidhje. Zgjidhja e parë, ta thrasësh burrin ku vend dhe të zhburr, do të përgjigjesh ti, apo si e ke hallin. Nëse burri nuk përgjigjet si burr, pa bën kështu, si quhet, dreva, zigzage, ty me islam të lejohet me i thonë këtij burrit, i pafshajnë vedit, edhe vazhdoj jetën tate. Zgjidhja e tretë që ti thu, me që s'ma plotson burri këtë pjesë, besoj thotë se nuk është mëkat me ta plotsu i tjetër, me islam kjo gjëja quhet imoralitet ose adulteri, se imoralitet duket sikur adulteri është zina. Nuk lejohet kjo gjë në islam. Nëse burri nuk të plotson këtë pjesë të rëndësishme, ti ke drejt me i kërku atij ndarjen, edhe vazhdo me të tretin, po me kuror, me këtë që të plotson boshlikun, po me kuror, shko, martohu, bëj nikahun, bëj celebrimin në bashki, edhe vazhdo jetën me atë që të plotson të tretën që mungon. Po jo ti e martume, s'm plotson këtë pjesën, besoj thotë se nuk është mëkat me ma plotsu dikush tjetër. Çfarë bë këtu kontribut vullnetar? Kush ka mundësi të hedhë një tull? Po ja më vëlla, nuk funksionon kjo gjëja kështu, nuk funksionon. Po s'ka faj o burri dhe o të burr, s'ka faj o gruaja, subhanallahu burri dhe o. Çan këta njerëz pa pik gjaku më vëlla, për Zotin. Çan këta njerëz s'kan pik gjaku më vëlla, për Zotin. A i takojnë vitrat t'ja japim një grua që rrit jetim, kam kushërinë time, ka vdek burri, ka një vajzë, por jeton tek baba i vet. I çojmë herë sa herë që kemi mundësi sadaka, por se dima i takojnë vitrat. Nëse është e varfër, po. Nëse është tek kategoria e fukarejve ose e të varfërve, lejohet. Kush është dallimi mes fukarait edhe të varfrit? Fukara është ai që s'ka hiç asgjë, është trok. Ndërsa i varfër është ai që ka, po nuk plotson dot nevojat jetësore ashtu siç duhet. Kështu që në të dyja rastet, nëse personin fjalë është ose këtu, lejohet që t'i jepet sadakaja e fitrit, zakati e kështu me radhë. Ne shpesh ju dëgjojmë juve që flisni për hakun e prindërve dhe e dim që haku i prindërve në islam është shumë i madh. Pra ne si fëmijë jemi të urdhëruar të respektojmë dhe të zbatojmë këshillat e tyre. Por a ekziston në islam edhe haku i fëmijëve ndaj prindërve? Absolutisht që po. Ne folëm pak tek pyetja e parë. Siç kërkojmë ne hakun ton dhe të drejtën ton nga fëmijët tanë, ta respektojnë, na nderojnë, na ngjën llafin, të ngjën këshillat dhe porositë tona, edhe ne si prindër
kemi obligime ndaj fëmijëve tanë. Jo vetëm obligimi i sigurimit të strehimit, ushqimit, veshmbathjes, arsimimit, shëndetësisë, po kemi mbi të gjitha obligimin e dashurisë për Zotin, e dashurisë për besimin, obligueshmërinë, detyrimin e mësimit fesë dhe të besimit. T'ja mësojmë namazin kur shkojnë në moshën 7 vjeçare, t'ja obligojmë namazin kur të bëhet 10 vjeç. T'ja dashurojmë halalin, t'ja bëjmë të neveritur haramin. T'ja dashurojmë pejgamberin alayhis salatu wassalam si njeriu më të rëndësishëm në jetë që duhet ta ndjekim në çdo detaj, pa kompromis. T'ja dashurojmë Allahun xhallal xhelalu fëmijës. T'ja mësojmë normat edukative se si të sillet në xhami, se si të sillet kur vinë mysafirët, se si të jetë korrekt me shokët, si të jetë i besës, si mos të rrejë, e kështu me radhë. Gjitha këto janë detyrime që i kemi ne si prindër ndaj fëmijëve tanë. E nëse ne nuk e bëjmë detyrën ashtu siç duhet, pasha Zoti në mod ka për të na dhënë Zoti përgjigjen tek fëmijët tanë. Prandaj nuk është puna vetëm me bo fëmijë, okay, se me bo fëmijë është prej Islamit, edhe këtë e kërkon Zoti për nesh dhe i dërguari i Tij sallallahu alajhi wasallam, po kjo nuk është mjaftueshme derisa ne të krijojmë kushtet e edukimit të tyre dhe mirë informimit të tyre dhe dashurimit të tyre për Zotin dhe për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Punoj si avokatë dhe njerëzit apo shoqëritë që përfaqësoj duan që të kërkoj edhe interesa, pra kamat vonesa bashkë me detyrimin fillestar. A është kjo haram që unë ta marr përsipër apo jo? Faktikisht kjo është dy llojesh. Nëse bëhet fjalë për thjesht siç thuhet këtu interesa, kamat vonesa, nuk i lejohet një notereje apo noteri, avokateje apo avokati musliman të jetë pjesë e marrëveshjes. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "La'ana Allahu akil ar-riba wa mukilahu wa katibahu wa shahidejhi." Allahu për shkak të interesave, për shkak kamatës, ka mallkuar atë që e jep, atë që e merr, atë që e shkru dhe atë që e dëshmon. Në kohën tonë ka dalë edhe një kategori e pestë, që s'është përmend hadith, po e përfshin garantusin. Po do thoshte stakfirullah, si futi një gjë që s'ka përmend hadithi. Po se ka përmend pra hadithi se s'ka ekzistuar kjo garantusi në atë kohë. Po kush është më e rëndë tek Allahu? Dikush i thot hyun garant, apo ai që thot dëshmoj se ju jeni rënë dakord kështu? Ky garant. Ky që hyn garant është njësoj si ai që e jep. E para, e dyta, ka një lloj le të themi artikulimi kamat vones ose gjob, bravo, po që nuk ka të bëj me paran e dhënë hua. Për shembull, tek toka ime po ndërtohet një pallat. Dhe unë i them atij zotnis, kur e marron ti? Thot ai, unë e marroj për 2 vjet. Bravo. 2 vjet, po 2 vjet. Shumë mirë. Nëse ti për zotnin nuk e marron për 2 vjet. Thot ai, unë nëse nuk e marroj për 2 vjet, për dyqanet të paguaj 4.000 euro në muaj, qeran, dhe për ditët e hyrjeve lartë unë paguaj ty për shembull le të themi 600 euro në muaj qera për hyrje. Kalon 2 vjet dhe ai zotnia nuk u përgjigj. Në këtë rast nuk quhet kamat, edhe pse pavarësisht termit që është përdor. Pse? Se tek huaja është borxh. Është pare me pare dhe parja me pare nuk qit pare. Ndërsa këtu është punë. Dhe këtu është shif si del termi interesi munguar, por nuk ka të bëjë me kamat. Ai është fitimi munguar. E qartë e kuptu dallimin, kështu që në këtë rastin e dytë lejohet.
A është e lejuar apo është mirë që të dëgjohen shumë hoxhallar dhe dietar të cilët dalin në për YouTube apo në për Instagram apo në për TikTok, apo më mirë të përqendrohemi tek një hoxh që e njohim, edhe më pas ai na orienton se si duhet i marrin fetvat nga dietarët. Kjo është e sakta e dyta. Fjalët e dietarëve janë si puna e ilaçeve. Mirë, po nuk i lejohet klientit që të bëjë përzgjedhje ilaçesh nëse nuk është kompetent. Apo jo? Kështu që nuk mund shkosh në farmacinë e Instagramit, apo në farmacinë e YouTube-it, apo në farmacinë e Facebook-ut, dhe të shofësh aty lloj ilaçesh e të fillosh t'i marrësh apo t'i aplikosh. Pse? Ai dietari për shembull mund të jetë i Yemenit. Dhe ai ka një lloj situate të caktuar që ai është të arsyeshme që fetvan do të japi në këtë lloj forme për shkak të një problematike X që ndoshta s'ka lidhje fare me muslimanët e Francës që morin fetva prej tij që ai flet për tempje. Sa është ndryshe kur shkojnë muslimanët e Francës dhe shkojnë të takojnë atë dietarin, ja shpjegojnë problematikat e Francës dhe i thonë ç'a të veprojmë, dhe dietari nuk ka dyshim që ta japi fetvan ashtu siç duhet. Por në këto lloj raste muslimanët e Francës duhet të orientohen tek dietarët atje, muslimanët e Shqipërisë tek dietarët e Shqipërisë, e kështu me radhë. Përveç se nëse njeriu fiton eksperiencë, pra le të themi qëndron në përmësime, qëndron në për ligjerata, i vritet veshi me termat, i kupton qëllimet dhe objektivat e sheriatit, kupton se si mund bashkohen argumentat dhe hapësirat dhe mendimet e tjera, atëherë nuk ka asnjë lloj problemi pse njeriu mund të dëgjojë nga dietarët e rekomanduar. Se çdo kush që del në internet thotë myfti apo dietar apo hoxh filani, ndërkohë që hoxha jot që të ka mësuar fen, ka 20 vjet, ka 30 vjet, nuk ta ka përmend ty ndër referencat. Përderisa hoxha jot nuk ta ka përmend këtë ndër referencat, mos u hallakat. Dhe ne elhamdulillah kemi përmend dietarë që ne kemi për referencë, pra përveç le të themi dietarëve të 4 mëdhëve, dietarët e kësaj kohe, Sheikh Albani, Sheikh Ibn Baz, Sheikh Ibn Uthaymini, Sheikh Fozani, Komisioni i Përhershëm të Fetvave, Komisioni i dietarëve të mëdhej, dietarët e mëdhej Arnautët, shqiptarët pra që kanë qenë shumë kështu me radhë, pra dihet emrat që ne i referohemi në këtë kohë dhe emrat e mëhershëm që ne i referohemi dhe nuk ka nevojë që njeriu të dëgjojë çdo lloj gjëje që thuhet, nuk ka nevojë. Pra më e mira është që njeriu ta mori fen nga dikush që e shef, nga dikush që flet, nga dikush që mund të komunikojë me të dhe nga dikush që mund ta di gjendjen e tij në mënyrë që t'i japi ilaçin e duhur, fetvan e duhur dhe dijen e duhur. Kështu që më duket shumë pyetje me vend. Më tha Vjera, kur të lindi fëmia, poshtë krevatit do i vendosin fije fshese dhe pasyrë dhe krëhër, sepse kjo e mbron nga smundjet e këqija dhe nga bubullimat. Unë i thash, kjo nuk bën se nuk është mirë. E diti tha më mirë apo unë që kam rrit shumë fëmijë. Me thonë drejtën e hoxhën nuk dua të arris fëmin me lloj bidatesh. Po ajo ka qelluar shumë kokfort dhe do të bëj çfarë i thot koka e vet. Jam një siklet. Ti mos e vrit me një fare, hiç herë, stresit zero, filloje me stresin zero, e para gjë. E dyta gjë do t'i japsh këtë videon që po bëj unë tani, burrit ta do i thosh gjë, kam pyet hoxha me të kalan, edhe ka thonë që kjo gjë është besytni dhe fall dhe nuk lejohet. Dhe unë besoj se burri jot do ta mirëkuptoj situatën dhe do t'i thot nonës vet dhe vjerës tate të dashur që o mam, kjo gjëja nuk është e mirë, nuk është, ka thonë dhe hoxha biles, edhe i jep këtë videon. E treta gjë, në këto lloj rastesh dhe situatash, çuni obligohet që të marrë situatën në dorë dhe mos lejoj gjëra të tilla. E katërta, ti ato ditë e para mos bëj llafe, me ato 2-3 ditësh futi i fshes asaj, fshesës, edhe pasyrës, edhe hidhi
ke koshi I plerave dhe thuj pyeta hoxhën dhe kështu tha hoxha. Po vetëm stresin zero, mos e vrit mendjen. Kam një pyetje lidhur me muajin e Ramazanit. A quhet Ramazani nëse nuk falësh? Se unë dua të mbaj Ramazan, po nuk di të falem, dhe më kanë thënë që po nuk u fale, nuk të quhet. Këta që e kanë thënë këtë fjalë nuk kanë dije nga feja e Zotit. Duhet të jenë ignorant shumë të mëdhenj. Kështu që mos u merr me llafet e njerëzve, po ti agjëro Ramazanin. E para. E dyta, fjala jote nuk di të falem është pak gabim. Sepse falja është gjë e më e kollajshme që mund të ekzistojë në jetën e kësaj bote. Njeriu mund falet me bismillah. La ilaha illallah, Allahu Ekber. Këto 4 fjalë besoj, këto 4 fjali mund t'i mësosh. Allahu Ekber, besoj se di me thonë. La ilaha illallah, besoj se di me thonë. Elhamdulillah, besoj se di me thonë. Subhanallah, besoj se di me thonë. Bismillah, besoj se di me thonë. Po I dite këto 5 gjëra fillo falu. Futu në një aplikacion që është falja e namazit.com ose falja e namazit për fillestar.com, futu aty, e ke në YouTube, e ke pyet ChatGPT-n, pyet Grokun, pyet ku dëgjon që janë këto fetvaxhit që japin fetva tani. Kanë filluar musliman tani me pyet ChatGPT-n dhe për ëndrat. Mori njëri ditën në telefon, tha hoxha desha me të pyet për tash vëllau nuk komentoj ëndra. E di tha që s'komenton, po çfarë mendon? A tash po ta ngjej mirë. E ngjova tash vallai, mendoj kështu. Ej, tha çudi e madhe, të njëjtën gjë që po thu ti tha më tha dhe ChatGPT-ja. Elhamdulillah. Kështu që është e kollajshme me u fal. Vallai bilaj për Zotin, vallai bilaj nuk ka gjë më të kollajshme se sa me u fal. Madje po të ma çosh mua një mesazh tani, unë të kthej ty një përgjigje që t'jap faljen, kohën, drejtimin e kiblës, një faqe për të lexuar libra, një libër të mrekullueshëm për mrekullitë e Kuranit, edhe një faqe prapë shumë interesante për debatin me të tjerët. Kështu që vetëm çoj mesazh, edhe e kam gatshëm, e kam kështu të shkurtuar. Vetëm e shkruaj FALUU, edhe del ajo I gjys faqe, send edhe stresi ngrirje. E rëndësishme që mos harrojmë thelbin e pyetjes, agjëro Ramazanin dhe inshallah vash avash falu. Por kemi elhamdulillah kemi edhe I muaj tani nga Ramazani me shpresë Zotit jo vetëm që e mëson namazin, por me shpresë Allahut si thonë sa, e qa, po t'i futesh, inshallah e qanë, po nuk ka nëjë çudit madhe dhe nuk ka nëjë habit madhe. Allahu tha në Kur'an, o ju që keni besuar, falni namaz, poshtë ajet tjetër. Tha Zoti në Kur'an, o ju që keni besuar, agjëroni. Dhe nuk tha o ju që falni namaz, agjëroni. Tha o ju që keni besuar, ju është bërë obligim agjërimi. Kështu që përderisa ti I thu vetes besimtare muslimane, përderisa ke thonë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, duhet agjërosh. Osh në mitën këto vjerat në vëlla, alhamdulillah. Kam një pyetje që më mundon, shumë vjera më ka akuzuar për imoralitet dhe më ka thënë dhe fjalë prej më të rëndave, sikur fëmia s'është I gjalit saj, pra I djalit saj. Dhe se pas shumë diskutime vjeri e kapi duke tradhtuar vjerën me I tjetër. Oh, sa e rëndë që ka kjo. Pra vjera pas ka akuzu nusën, më vonë vjeri pas ka kap vjerën matë. Dhe ata të dy u ndajtën, pra që ka nda vjeri me vjerën pleqni. Po mirë ka bo vjeri, të majte, ta majte në shpi. Nejse, tani thot gjithë faj më ngeli mua, se duhet gjithë koka turkut, kush e ka fajnë tani. Se nuk shep kush, tani të gjejmë fajtorin. Edhe gjithmonë, çdo ngjarje e rënd, që ka një bum shumë të madh, gjehet një fajtor tjetër, që duhet të vuj dënimin. Hajde të shohim tani.
Gjithë faj thot më ngeli mua si kur unë bëra shkak i ndarjes së tyre, ndërkohë që unë thot s'kam lidhje fare. Po normalisht pse ti i the vjerës shko me burrat e huaj, plak matufe, plak e shkar nga mend. Sidoqoftë puna thot, burri im u bë më shumë se kaq vite s'du ta përmend, thot që nuk flet me nënën e tij. Vallai, kjo s'bon, po ka i far trejti i shkreti. Hej, më i vjerë, pas ke qenë më i vjerë. Pas ke qenë rrezikshme. Ndërkohë që unë i them burrit tim që ajo është nona jote dhe ti ke hak ndaj saj, dhe ndërhyra thot derisa i pajtova. Mashallah, valla, mashallah, Zoti të ruajë o motra ime, Zotit në roft. Halal të qoftë. Mirë, po ajo tani ka nis thot prap më të ofendoj, mos ka gjetë ndaj tjetër vjera prap. Se kështu e pas ka vjera jote. Kur të ofendo ka gjeka, e pas ka gjetë një si quhet? Një cub. E pas ka gjetë një cub tjetër. A kam gjuna, unë thot, sepse po më nem, thot, edhe po na thot, u a bëfshin fëmijët e juve, a na zen lutja sa kësaj lloj vjerre, kësaj lloj vjerre nuk i shkojnë lutjet as ke çatia. Ke sheka një vjerë që duhet vunë muze, për shembull. Ej, Zoti. A është e vërtet që po të shkruash kodin 520 741 8 në gjetën e dafines dhe ta mbash në një stik, kjo largon për çan këto muhabete në pash Zot. Pse akoma ka kështu gjërash në jetën tonë, çan këto muhabete në pash Zotin. Po ku e zën gjeti dafines gjithë këtë shkrimër jau? 5 2 0 7 4 1 8. Duhet me pas 3 gjete dafinje me shkruajt. Po si nuk zot mend si popull në herë më vëlla, pash Zotin e madh. Jo po thotë kom pa në një emision televiziv. Po pse më çdo njeri që del në emision do thotë se është i mendshëm? Ç'është kjo magji kolektive më që ju ka zonë si popull? Jo po gjetet dafinës, jo po djegja e sherebelës, jo po ku dëgjon mbathja e patkojve. Ej, Zoti më. Mua më ka vdekur njeriu im i afërm dhe nesër është varrimi. Unë po agjëroj synet, një ditë po, një ditë jo. A lejo që ta prish agjërimin nesër dhe ta mbaj më vonë me që vetëm një ditë me që më hahet. Po është edhe dreka e të ndjerit. Po pra po. Ke arsye madhore me e prish. Ti ke një arsye madhore me e prish se është dreka e rahmetliut. Po çfarë lidhje ka dreka, ti agjëro për qeftat, bile ke një arsye më shumë mos me marr pjesë në drekën e të ndjerit. Thuaj, unë jam agjërushëm, do të bëj dua, në kohën që ju mbllaçkiteni duke ngrënë dhe duke pirë me lloj-lloj kënaqësish dhe të mirash, ju thuj ju shkon dreka 1 orë, unë atë 1 orë do të bëj dua për rahmetliun. Edhe kjo duaja ime është shumë më e mirë se sa mbllaçkitja juaj që i drejtohet mishit dhe kofshave të pulës, që janë frigoriferike 28 vjeçare duke pritë që t'i hani ju aty për drekën e të ndjerit, e kështu me radhë. Kështu që vazhdo me agjërimin e mos e prish me që është dhe dreka të ndjerit. Allah e mëshiroft ndjerin, o Zoti më. Allah e mëshiroft gjithë të vdekurit tanë për besimtarve. Amin. Kam 3 vjetë që jam e martuar dhe burri jem rrin më shumë në Gjermani.
Këtë e kemi lexuar në herën e kaluar, është që kishte rraf grun, pse kalamajt ishin zimi njëri tjetrin. Mirë, kjo është pyetje e bukur, me që më tha ajo pyetja më përpara që s'di më u fal. Dua të fal namaz, por nuk i di të gjitha fjalët. Kam mësuar vetëm surën El-Fatiha. Elhamdulillah. Ke bë pjesën më të rëndësishme të namazit. Allahu Ekber, këna El-Fatihan, në ruku, çohu për rukuje, në sejdë, thuaj Allahu Ekber, në rregull derisa ti mësosh inshallah avash. Një shoqja ime ka pirë alkool dhe ka ditë për të zëvendësuar nga agjërimi i Ramazanit. Po i kanë thënë, duhet presësh 40 ditë pastaj të fillosh agjërimin e ditëve të mbetura. Jo, e kanë rrejt. Ndoshta pa dashje, ndoshta pa qëllim, po kjo është mashtrim. Nuk ekziston kjo gjë në Islam. Një gru që pirë aki çuditshme është, po nejse. Ka pi kjo alkool, edhe do të agjëroj ditët e mbetura të Ramazanit. S'ka lidhje, nuk ka lidhje me njëra tjetrën. Ajo është temë tjetër, po transmetuesi pas ka qenë përgjumësh, ose mund të ketë qenë i dehur që ja ka fut kot. Hadithi thotë që kush pin si pranohet namazi, nuk thotë s'duhet falet 40 ditë, as nuk thotë s'duhet agjëroj 40 ditë, thotë si pranohet namazi, s'ka lidhje me agjërimin. A është gjuna, thot, kur blen naftë të vjedhur nga dikush tjetër? Që ne bo. Haram është që mos ngeli pa përgjigje. Përderisa ai ka vjedh dhe ti e di që ai e ka vjedh, s'ka dyshim që është haram. Kam një vizitë tek onkologjiku, po është vakti i drekës, prandaj dhe dreka më ik pa e fal, se nuk mund të lëviz nga aty, se dikush tjetër mund të na zej rrallën. E para Allahu të shëroft, Allahu të pastroft. E dyta Allahu shpërbleft që ke hallin në namazit. E treta mund të falesh aty tu majt radhën. Si që aty ke radha, drejtohu nga qabi, Allahu Ekber. S'ka ku ti ke radha. Kështu që stresit zero, boj dua Zotit që Zotit shëroj, e tjera t'i lehtëson Allahu të gjitha. A më lejohet mua t'i këndoj një rukje njeriu tim të largët? Jo, rukje i bëhet njeriu që ke aty prezent. Pra, i smuri është në Amerikë, ti nuk mund t'i këndosh nga Shqipnia. Nuk funksionon. Ati duhet t'i kënoj hoxha atje, ose duhet vej ai në Shqipni ta morin përsipër, kurse kështu në distancë nuk funksionon. Kam bërë martesën me celebrim, kemi bërë hyrje dhe daljet në shtëpiat e njëri tjetrit, kemi pasur dhe 2 dëshmitarë musliman, por nuk falshin namaz. Kemi bërë dhe mehrin dhe çdo gjë sipas traditave, por nuk e kemi bërë akoma tek hoxha në xhami. A është halal? Sepse një shoku im thotë që ata 2 dëshmitarë duhet ishin patjetër me namaz. Mjafton që dëshmitarët të jenë musliman. Kaq. Me namaz, pa namaz, kjo është gjë, ka hyrë me vonesë, kjo gjë, ky termi. Musliman, mjafton, kaq. Kështu që ju keni bërë të gjitha, u trashëgofshi, e Zoti u thon të hajër e bereqet, barakallahu lekuma, wa baraka alejkuma, wa jama'a bainakuma fi khair. Allahu ju begatoft, Allahu ju lumturoft, qofshi bashkë si në këtë botë dhe në botën tjetër. Amin. Desha me të pyet, thot se kam në gjuhë llafe, po përderisa janë llafe, kështu që mos e vrit mendjen. Se kur të kryhet hunda, do të del diçka që është idhnim. Apo kjo është besytni? Besytni me brirë. Me brirë, po jo thjesht besytni, po besytni me brina, që po dalin në rrugë, kushtica veta merr përpara. E po kur të kryhet dora merr parë, kur të kryhet e majta, kur të kryhet e djatha, kur të kryhet veshi,
Nuk e di a ka për organet e tjera kur të kruhet në gjë. Heq na ka gjetë më budallet, elhamdulillah. Kur pin 2 veta ujë në të njëjtën kom, kanë thonë që është keq. Po sa veta në botë pin ujë në të njëjtën kohë, çfarë lidhje ka ky mohabet? Se kanë kështu. Me qenë me i vend për shembull, pi 2 veta një kohë, prit. Po çfarë ka, s'ka si lloj gjë. As si lloj gjë nuk ka larg këtyne që ju tërheqin në nivelin e tyre dhe pastaj ju mundin me eksperiencën e tyre. Estakfirullah, çfarë pyetje e Zotit më. Allah e çastin gjallë robi për Zotin. A bon një pyetje thot i nderuar Hoxh, pa e lexoj më mos e vetëm. A është e lejuar që mixha me çik të vllajt, pra me gocën e vllajt vet, pra me mbesën, me gjeste si më kon si nuk mu kanë duk tot normale. Ajo është 40 e ky 55 me u puth e me u kafshu me njëri tjetrin. Thojnë se na bëjmë se e dojmë njëri tjetrin. Po mirë, pa kafshime të falë Zotit. Nuk ka nevojë me u kafshu. Nuk ka nevojë me kafshu. Ka diçka që është normalitet në raportet e xhajës me mbesën, në raportet e dajës me mbesën. Nuk ka nevojë për kafshimin, ka nevojë për kafshime se na. Po na nxirr nga vetja me këto pyetje për Zotin e Madh. Allahu na dhon durim. Unë kam me udhëtu nga Tirana në Edirne, në Turqi, dhe do t'jem këtu për 10 ditë, a duhet ta fal namazin si udhëtar? Duhet, varet nga medhebi që ndjek. Po sipas atij medhebi që ne ndjekim, i ke të gjitha lehtësimet e udhëtarit, edhe pse është 10 ditë. Kam parë që falen zonja dhe ulur në tren dhe në avion. Ma shpjegon pak cilat janë kushtet dhe si mund falem ulur nëse jam në udhëtim. E para gjë nuk bën më u fal në mjetin e udhëtimit nëse ke mundësi të zbresësh. E dyta gjë, udhëtari ka lehtësim në shkurtimin e namazit. Pra për shembull, unë do udhëtoj nga Stambolli në Tiranë dhe më zën dreka në avion. Po s'është kusht me e fal në avion, me e fal kur zbres në Tiranë. Po ka hyrë Kindia, po le të hyj me Kindia, ti je udhëtar. Pse duhet me çu stresin 1, 2, 3? Lëre 0 stresin. Unë do thoj nga Tirana në Stamboll, po mikin 2 namaze në avion, mikin edhe akshami edhe yatsia. Se arrin orën 12, shumë mirë. Kur zbres në Stamboll, akshami 3 rekat, yatsia 2 rekat, selamu alaikum wa rahmatullah, selamu alaikum wa rahmatullah. Stresit 0, ngrirje. Pse duhet njëri mu stresu? Kur është një udhëtim që s'ka zgjidhje, si kjo që thash unë, ose është sabau, çfarë të bësh sabau? Ta falësh mos lindjes diellit, s'bën, duhet me fal në kohë. Atëherë në këtë rast e falet në avion. Po mirë, si t'ja bëjmë ne në avion? Për sa i përket drejtimit, për sa i përket rukus, për sa i përket sejdës, shohim situatën. A kemi mundësi ta falim në kohë? Na afrohet mundësia, s'ofrohet mundësia. Atëherë falemi tek sedilja. Kemi mundësi me u drejtu tamam nga sedilja se kemi besimtar anash që na mirë kuptojnë drejtimin, s'ka problem. Okej. Nuk e bëjmë dot vëlla. Atëherë sa të kesh mundësi, merr drejtim, edhe Allahu Akbar me shenjë. Me shenjë, selam aleikum rahmetullah, selam aleikum rahmetullah. E rëndësishme është që namazi nuk duhet iki. Kjo është e rëndësishme. Që namazi nuk duhet të iki. Një shoqe e jem tha, mundesh me pyet rreth saj. Po don me ditë se kish pas lidhje me një djalë fetar. Dhe ai djali i ka kërku mu grabit. Kjo nuk ka dash kjo qika, është në mbulesë dhe s'ka non babëve se me motrën e tjon. Kjo ka dash
me lyp si gjithë gocat e tjera e me qit kunor. Ai djali ka thonë, nëse ti nuk pranon të grabis, unë nuk pranoj që të vazhdoj me ty. Dhe kjo goca, kjo shoqja ka bërë namaz istihar, po ka një problem, s'po mundet me harru. Gjëra që ndodhin janë, do të kaloj, inshallah. Ty bravo të qoftë që s'ke pranu me u grabit, se si e bagti, as nuk je njëri pa njëri, bravo të qoftë. Halal të qoftë, thuj motrë, kësaj shoqës këta bo pyet, të ka thonë me pyet, thuj ka thonë hoxha halal të qoftë, i e tregu tamam danoqe, tamam burnesh. Kurse ky ka thonë du të grabis, e mundësisht në thes, dhe mundësisht natën. Ej, Zot, jep men, o Allah, aty ku s'ka. Ka humbur unaza e martesës është Flori, e maj men shumë mirë se ku e lash, e pash masi qike për me e marë dhe nuk e gjeta ma. Dhe njëri në shtëpi në atë kohë nuk ka pasur. A ka mundësi që Floriri të humbasi vetë? Jo, nuk ka mundësi të humbasi Floriri vetë. S'ekziston. Përveç se pa të morë gjindë, ose mitë. E dini që mitë janë të apasionuar mas Florinit? Ka mi që vjedhin Florinin. A e kanë për gjindëve, a e kanë për vetës vetë, por janë të apasionuar me Florin. Ka mi që ka përmen Shekh Ibn Uthejmini, Allah në shiroft, nga ligjëratat e tij, e ka përmen këtë gjë. Unë nuk e di sa është kjo e vërtet, apo e në mitë arab që e kanë fiksim Florinin, nuk e di, a është kjo, kemi ne veteriner këtu, që merr vesh nga fusha e mite, s'kemi në një, ja. E kishin gjunë e herë ju këtë që... A kishin gjunë e herë? Ha? Vallaj. Elhamdulillah. Do më thonë, mjafton mu një dëshmitar që me hecë fjala ime. E kam gjuhë vetë Shekh Ibn Uthejminin që e thoshte këtë gjë. Për të abit. Pra mund tjetë edhe me këshu, po mund tjetë edhe nëjë gjinë që do me të fut merak, nëjë shejtan që do me të fut më bo me fiksime, e tjere. E rëndësishme, ti motra ime qoje stresin zero, se inshallah gjehet unas tjetër, vetëm mos fillo me u fiksu, edhe mos e vrit menin. Nëse më ka ik namazi sabah dhe zgjoj me vones, a ka problem të ashtu deri për drek? Po, ka problem. Kush e fal sa zgjohet, e merr se vapin sigur e ka fal në kohë. Kush e shtyn, i ka ik namazi sabah. Prandaj nuk duhet me vonu as pak. Jam në udhëtim me makinë dhe mbri në shtëpi në kohën e acis, pra akşam më del nga koha gjatë rrugës. Kur vin në shtëpi, si duhet ta fal të plot? Normalisht që akşam është i vetmi namaz si rrugës, si në udhëtim, si ke shtëpia, si jashtë shtëpisë, është i vetmi namaz që falet 3. Kudo që ti jesh akşam i falet 3, kurse acia me që ka ardhur tek shtëpia falet 4, se na u bosi vjersh. Sot nuk kemi qu me fal namazin sabahut se nuk e kam në gju alarmin, kjo në nodh rrallë. Problemi është se burri po më thot fjalë që s'duhet me i thonë, tani po më ngarkon fajin veç mu. Sa herë që i them, po edhe ti e ke për detyrë, ai vetëm arsyetohet. A duhet kështu? Jo, vallai, nuk duhet kështu. Ky burri jot, Allahu e fal, Allahu zoft, ka gabim, bile madje, se bile është fjallë e vjetër, madje fajin më të mëdh, që si një qu për sabah e ka burri, jo ti, kështu thuj ka thonë hoxha me i ligjërat, argumenti, atë kush ma jep argumentin, kur çiftit nuk i del gjumi që fajin më të mëdh e ka burri, kush ma jep argumentin, të ngrej dorën, jo të flasin 240 një herësh, po. Ha? Burrat kanë peshën, kanë barrën, me gjitha kuptimet e fjalës. O ju që keni besuar runi vetët dhe familjet. Burri ka beshën, burri ka çështë, burrat janë shtylla e shtëpisë. Për çfarë janë shtylla e shtëpisë? Për sjell pras e domate. Apo shtylla e shtëpisë me gjitha kuptimet e fjalës.
Or është koncepti që duhet ndruar për Zotin. Argument tjetër. I tha, o Muhammed, urdhëroje familjen tënde të fali namaz. O Muhammed, nuk i tha, o gratë e Muhammedit, zgjoni Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Argument tjetër. Kur foli Zoti për Ismailin alayhis salam, çfarë tha? Wa kana ya'muru ahlihi bis-salah. E urdhëronte familjen falin namaz. Argument tjetër të fortë fare. Çfarë? Po. Vetë pejgamberi sa më zgjonte familjen e tij për namaz. Tjetër, se do të dal ka argumenti im. Kur gaboi Ademi dhe Havaja në xhenet, kë ngarkoi Allahu me gjunof? Me faj. Si tha Zoti gaboi Havaja, apo tha Zoti gaboi Ademi? Kur'an çfarë thot? Faghawa Ademu. Ademi se përmendin fare gabimin nga ana e gruas. Pse nuk mund të justifikohet mashkulli pse gruaja u bë se bën për diçka. E qartë. Që ky vlla jon ja fut kot. Te rruga e kombit në Kolsh është një kthesë që i thon veni keq. Sepse aty ka vetëm aksidente, avërsisht 30 e sa të vdekur. A është kjo e vërtet? Jo, nuk është e vërtet. S'ka vend keq. Po ka trum mrapsh. Rregulloni kthesën, zgjerojeni, veni drita, veni tabela, veni gjona që mos rrëshqasin njerëzit binë në prua, në humner, veni keq. Pse që ka veni keq? Jo më vëlla, nuk ka vend keq, se ekziston kjo gjë, veni keq. Veni keq është vetëm ai vend ku i bëhet shok Allahut. Ai është veni keq. Ku i bëhet shok Allahut, ai është veni keq. Ku bëhet idhujtari, ku bëhet paganizëm, ku bëhen... Po, kjo po. Po jo se rrëzon makinat në kthes është veni keq aty. Po jo me e kini ju trunin me kthes, e në nuk u a kap drejt situatën. Që veni keq. Aty duhen zgjeru rruga, duhet pa situata nga ana, si quhet kjo, logjistike. Që veni keq se rrëzon njerëzit. Ana lejohet neve femrave të dëgjojmë Kur'an gjatë periodave, sepse mendoj që e kemi shumë të nevojshme nga që koha zgjat. Lejohet, nuk ka asnjë lloj problemi fetarisht. A është obligim ta lexojmë surën El Xhuma për ditë xhumaje? Jo, as obligim, as sunet. Imami po mund ta lexojë për sabah, ndërsa për besimtarët nuk është as obligim, as sunet. A është i vërtet hadithi më poshtë më angazhoni në tregti dhe bëheni të guximshëm, sepse 9 nga 10 pjesët e furnizimit të riskut janë nga tregtia dhe guximi. Jo, nuk është hadith i saktë. Nëse agjërojmë nafile dhe duhet ta prishim, a hym gjuna? Jo. Prishja e nafiles nuk e ngarkon njeriun me gjuna. Jetoj jashtë dhe punoj në bursi dhe desha të pyesa, a kam të lejuar të ndjek penalisht? A kam të lejuar ta ndjek penalisht dhe të mos i bëj pagesën e ngelur pronarit të fidanishtes që më ka sjell fidanin e sëmur sepse më ka bërë dëm dhe sillet sikur është një gjë shumë e vogël, por mua është një shumë tepër e konsiderueshme sepse më ka lënë punën shumë mrapa. Ndiqje penalisht. Krypose. A lejohet që të bëhet nikahu në xhami nëse jemi në gjendje menstruale? Lejohet, nuk ka asnjë problemi në mendimin më të saktë të dietarëve. Argumenti hadithi i Bajramit. O është thot më fal, halal e kes, mos e vrit mendjen. Ai pet krip natën, krip, sheqer, djath, oriz, makarone, gjitha i pet natën, mos e vrit mendjen dhe mos u ndikon nga besytnit.
jam e fejuar në Kosovë, mirë po ato kanë një traditë që ne nuk e kemi. Duhet me i marrë dorën të gjithë familjarëve të tij. Me ja marrë dorën do thonë me ja puth. Vjerrit, vjerrës, kunatit, kunetërve, kunatave. Mirë po kjo mua më duket shumë absurde. Dhe ja kam shpjeguar burrit qysh në fillim, të fejuarit qysh në fillim, që se bëj dot. Ai më thotë kjo mua do të më bënte shumë të lumtur. Deri ke vjerri, edhe vjerra jemi në rregull. Maton, thuj merhaba. Kam rënë siklet ose kam kërku i gocë këtu thot në një fshat të Shkodrës dhe ja ka përmend emrin, po s'du t'ja përmend. Mirë po na thonë ato thot që si martojmë vajzat pa marru radha. Pra e kemi me radhë. Për shembull, ky ka kërku gocën e mesit, që është e 4-ta në radhë, ndërkohë që janë 3 përpara saj pa martuar, i thot ai, zotni një i thot, prit herë të martojmë 1-shin, 2-shin, 3-shin, pastaj ti, po ky i shkreti mund të shku 60 vjeç derisa të marrë ato të parat. Kjo është kot. Kjo është kot. Ky është muhabet koti. Po, është prerë dita e të parës. Korrik, dita e dytës ngusht, dita e tretës shtatore dhe i thua ti çunit prit që ta presim ditën e gocës që ti po lidhesh me të në tetor, s'ka si problem. Ama prit gomar të mbi bar, kjo se ekziston në asnjë lloj ligji. Që na ka gjetë me këta njerëz, vëllai, alhamdulillah. Hoxh, po, më fal tot për shqetësim, po vjen vjera në ndër dhe më bën presion. Sa fort është kjo. Na thon, sa e vjera, vetëm kur ka qenë gjallë, po edhe mas vdekjes, i vika në ndër. Më ka vdek thot dhe bashkë shorti thot që ka ndru jetë thot, edhe ai më del në ndër për natë thot bashkë me vjerën. Zoti madhëna, mos e vrit mendjen e para gjë. Stresi në ngrirje ose zero, e para. E dyta, s'do të thot gjë. E treta, ëndër për shejtanit. E katërta, para gjumit duhet thush 100 herë, la ilaha illallahu wahdahu la sharika la, lahul ugju. U lodhë shpirt, unë s'ka besi ala. Para gjumit duhet thush 100 herë, la ilaha illallahu wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. 100 herë. Para gjumit edhe 100 herë kur zgjohesh për gjumë. Hajde bes, se u çu xhamatin kam. Po me të bo vjerra presion ma vdekës vallai era parë në jetën time dhe ndoshta derisa të vdes nuk kam për ta ngjuar këtë lloj pyetje më. Me të bo presion ma vdekës, se kur është gjallë të bëmë, pa me dalë edhe në gjumë. Zoti mo. Faktikisht, ka qenë një pyetje këtu që unë mbane halal, po duhet ta bi patjetër se tentoj, ja. Është një faqe. Është një faqe që po bën kërdin. Për budallëjtë dhe për budallëjtë, për të mençmit. A e kap? Si e ka emrin faqe. Zonja Feride bashkime. Nëna Feride bashkime. Tani është Ferideja, është bashkime, janë 2 në 1, nuk e di, pa e rëndësishme. Kjo thot probleme me kështu, kush e ka me shkronjën pastrojmë stresin, anktin, shërojmë njerëzit me ankth dhe me stres dhe me... Nëna Feride duke shkryer plumë, Nana qeka dhe luftëtare, shkrika pluma. Hapje fati, kjo të hapka dhe fatin.
e rëndësishme mos u ndikoni nga këto lloj gjonash, se nuk ka për këto lloj gjonash, ja ku e ke edhe këtu, mashallah. Të iknu sheqerit. Hajde merrni sheqer. Hajde merrni sheqer sa sheqer i knun. No. Ej, Zoti i madh. Elhamdulillah. Prandaj mos u ndikoni nga këto gjëra.